Tani Imam Buhariu ka sjellë një kapitull tjetër të cilën e ka quajtur kapitulli i zullumit. Mirë po zullum i veçantë, baghi. Se i thonë zullum, dhulm, edhe i thonë baghi. Çka baghi? Është zullum me planifikim dhe me nxitim. Kur ti nxiton me plan, me bëni zullum. Kjo baghi. Andaj Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar të gjitha llojet e zullumeve. Dhe pastaj ka sjellë një varg hadithe që Imam Buhariu. Ka sjellë hadithin e Ibn Abbasit. Ka sjellë polemikën mes xhenetit edhe xhenemit. Edhe ata 6 njerëz të cilët ka thënë Alaihi sallallahu alaihi wasallam mos më pyet për ta, dhe të gjithë ata bëjnë zullum. Pastaj ka sjellë një hadith tjetër nga Abi Bakra radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith, ka thënë Alaihi sallallahu alaihi wasallam, krejt gjunahet Allahu çka i ka bë gjunahe, ka mundësi me shti dënimin sa doje vet deri në kiamet. Ka shumë gjunahe lloje ndryshme. Zoti me dashë do në dunja, ka thënë Alaihi sallallahu alaihi wasallam, me dashë ja shtin ahiret. Përveç 3 gjunaheve, ato vinë dënimet më njerë. Vinë njëre kësaj të ndëruar xhamat. Ka plot gjunahe njeri ban mes ti dhe Zotit vet. Thot pejgamberi Alaihi sallallahu alaihi wasallam, me dashë Zoti e fal, me dashë të donon, me dashë ja shtin dënimin ahiret, dunja kur gjose gjem. Përveç 3 gjunaheve. Kush i ban këto 3 lloje gjunaheve, ka thënë Alaihi sallallahu alaihi wasallam, yu'ajjilullah bi sahibiha min har Allah chatina ya bedanimin min har. Cilat janë këto 3 gjunahe? E para, el baghi, zullumi. Zullumi me paramendim, zullumi me menim, zullumi me plan, zullumi me nxitim. Kur ti nxiton mi bosh ardh dikujna, nxiton mi shkel dikan, nxiton mi baba drejtësi dikujna, Allahu xhelala ka garantuar se kam ardh dënimi. Andaj kreç kënë dunja që ka të ndodhë për zullumit, tjeni të bindur që ka marrë dënimi, qëfar forme nuk e dina, tjeni të bindur që ka marrë dënimi. Mos të gaboni as 1 milimetër me gjishue, që Allahu subhanahu wa taala s'ka mu hakmar. Le ta pështjelin që shdojnë, le ta maniovrojnë që shdojnë, le të manipulojnë që shdojnë, pa e pru Allahu dënimi nuk e le. Që shdojnë ne të mledhen 100 seminare, le të bëjnë që ka të dojnë organizatat, pa e sjell Allahu ndëshkimin për ata fëmijë të vdek pa faj, se le Allahu xhelalu ala. Krejt komplet që kanë marrë pjesë aty. Kjo është e para, el baghi. Kjo vlen për shoqërinë, vlen edhe për individin. Qofse edhe ti ki bëu këshillës tan zullum, ka me ta kthi Allahu subhanahu wa taala. E dyta, wa uququl walidain, ka thënë Alaihi sallallahu alaihi wasallam, dhe kush rebelohet ndaj prindërve, Allah në dunja mirët me ta, jo në ahiret, këtu në dunja. Ja prish Allah jetën mbi këtu. Wa uququl walidain. A e dini të ndëruar xhamat, se Allahu subhanahu wa taala me një fjalë, me një folje e ka kërkuar falëndërimin ndaj vetës, ndaj ti dhe ndaj prindërve. Ja, wa anishkur li wa li walidayk. Wa anishkur li wa li walidayk. Allahu subhanahu wa taala me një folje ka thënë, falëndëro mua dhe prindrit, me një fjali ka shti. A kupton sa nga to? Andaj nuk duhet askush mi shku mendja mi shku, mu rebelu ndaj prindërve, apo mërës mi respektu ata, apo ato gra të cilat i nxisin burrat e vetë, mës mi respektu babalart e burit vetë. Le t'i kënë tutën Allahu subhanahu wa taala se kanë me t'hin gjenem. Wallahi kanë me hin gjenem, që për tekat e veta, për lastosit e veta, për budallakijat e veta, i nxisin burrat e vet, mu rebelu burrat kundër prindërve të vet. T'ja do me shtin gjenem ata, ku do me shti ata? Let kënë frikë Allahu subhanahu wa taala, çdo motër muslimane t'i tutët Allahu xhelel xhelalu. Shtypat mleftanin, shtypat budallaktanin, ulo aty rrisi njeri, mos e nxit burrin kundër babës edhe nënës vet. A e kupton se Zoti ka, e kur t'ja bere Zoti dënimin burrit tan, ka me ta pru edhe ti e se bashkë me një kulmini, apo? O uququl walidain, kujdes, e një shkurli wali walidejk, me një folje ka pranue, e ka pru Allahu gjela, mu falëndërom dhe prindërit e tu. S'ka në Kur'an që si forme të ligjërimit, as një ajet nuk është qështu. Dhe i treti, ka thënë Alaihi sallallahu alaihi wasallam, dhe i treti është ai personi i cili bën zullum, edhe lloji zullumit të tina e meriton pindunja me apru dënimin. Cili është ai? Ai cili këput lidhet farefisnore. A ka ma të keqe se mi prish familjet? A ka ma të keqe se mi degradu familjet? Këshire që ka ju ka ndodhë familjeve? Ku haët sofër me një ven? Ku hajnë buk me një ven? Kalzom të cëllën shpi hajnë buk me një ven? Sa të ralla janë atë shpi? Këta e ka prish dikush të ndëruar xhamat. Sa kanë që shtu, këta e ka prish dikush.
Kanë hangë njerëzit bashkë, janë dash, kanë nejt, axhallare, dajallare, halla e teze, ka pas lidhje fare, këta e ka prish dikush, këta e ka menu dikush. Ja kujtoni se ki çashtu ka ardhur çashtu leta. Ti a menon se tip se s'fol me këtë familjarët e tu, çashtu ka ardhur, u çoven sabah s'ka më familje. Jo, dikush plan e ka bo këta, plan. I kryesori për atë kush o? Shejtani. E pastaj e kanë zbatu naivat, e shejtan për insanëve, e shejtan prej llojeve të ndryshme të njerëzve, e kanë zbatu kada. Agjendo kjo të ndëruar xhamat, agjendo. A ti a menon se krit çash ka dalin këta kundër familjes, to kota. Milionat japën por ti mos me fol me vllavin tan, milionat jepën. Milionat jepën ti mos me pas familje, ti më kon vet. Çiri shoqërisë që kanë degraduar vet. Fardania, individi thot, neve na intereson individi. Edhe ligjet i trajtojnë me individ. Pse? Neve thot na intereson individi. Kjo është e sinuar, agjendo. Ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, që të tri gjunahe Allah nuk i shtin për akhirat, këtu i be dënimet. Edhe një herë, i pari cili jo, ai që ka bën padrejtësi, zullum, i diti, ai i cili nuk i respekton prindrit e vet. Edhe i treti, ai i cili kput lidhet fare fisnore. Ai i cili kput lidhet fare fisnore. Dhe pastaj ka thënë Buhariu një hadith nga Abu Huraira radhiyallahu an, të cilin e ka trajtuar si zullum. Imam Buhariu, këto hadithe, çdo kapitull, çka të vjen e hadith lidhet me kapitullin. Kapitulli e ka emrin, kapitulli i zullumit. Krejt hadithet e bosh janë zullumit. Çka ka në këtë zullum? Thotë Abu Huraira radhiyallahu an, yubsiru ahadukum al-qadhata fi ayni akhihi wa la yubsiru al-jidhl fi nafsihi. Ka thënë Abu Huraira radhiyallahu an, njëri pi juve e sheh pluhurin e vogël në sinin e vllavit vet, e nuk e shet drunin e madh të vetvetja e vet. Çka ka dash me thon? A keni pa njëri thot, gabove që tu vlla. Një detaj i vogël. Gabove thot. A ki trungin të shtëpia e ka? Trungin e ka. Kja i mush në gjunahe, i ras në gjunahe, ama ti ta sheli pull, thot që kjo pulla pak se pas kem shtel. Po ti komplet i desh me koke. Unë një pull se pas na. Po ti komplet i desh koke. Që tu vlla që këtë gjuna si të munësh me lanë, se nuk ka mirë me e bo. Apo, ka dal pi kazenos të maders. Del pi kazenos të maders. Del pi bigjozit të maders. Apo, del pi kamatës të maders. I ban krejta krimët që ka egzistojnë në tokë edhe të kalzon. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. A e kuptoni që atu ndodh? Kjo absurditet. Kjo nuk ka ndodh veç kohën tonë. Njeri me dal pi gjunahit edhe me të majt ders për fe. Që të na ndodh kjo ndodh. Çka tha Abu Huraira? Këta e ka përlemru moti ai. Tha e sheh njani pi juve plunin. Po i pluni nuk shihet në zinë tjetër. Duhet me morë në mikroskop me këshir. Plunin në zinë. Ti te mjeku kur shkon ai thot ka dalë qetsoju për me takshir zinin. Gjithë ato mjeta i ka, thot ka dalë takshirmi. Plunin e shat e ti. A trungin e vet të madh nuk e shat e vetja. Andaj të ndëruam xhamat. Zullumo që ne me trajtu gabimin të tjetrit të vogël, a vetën e kemi harruar. Miro morë me vetën tonë, miro me hallin tonë, o vëlla. Miro morë me xhenemin tonë, me xhenetin tonë. Këshir puno ta lirosh qafën tonë pi xhenemit tonë. Ta lirosh qafën pi xhenemit se nuk e di ai liru Allahu të mor frim. Na i shohim njerëz se si jetojnë, pastaj degradojnë, Allahu na ruaj dhe i ruaj fëmijët e tonë. Na nuk gëzohemi me devimin e kurkujna, mirë po njerëz të më morë me hallin e vet. Andaj mos lejoni të ndëruar xhamat. Ata të cilët i kanë trunga të gjunave të shtëpia me ta boti me gisht ka pluni i sinit tan. Kështu ka thënë Abu Huraira, ti plunin e pave të une, po ti trungin asha të shtëpia. Ti asha morë familjen tonë ajo. Kështu morë pak familjen tonë. Kështu ti pak familjen tonë mos e drejtoj tjetrën. Drejtojni aborrin tan. E ka njerëz shpartallu me familjen e vet, munohet mi kallzu aty hoxhës, shire hoxha gaboj. Kështu morë familjen tonë, drejtojni ar familjen tonë ti. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte mësuar sahabët me drejtu familjen e vet. Në ditë e majti ders Abdullah ibn Mesudi. Edhe i foli për vizatimin e vetullave të grave, për nukjen e vetullave. Edhe mas dersit u çuni gruaja. Tha po be hoxh ibn Mesudi radhiyallahu anhu shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tha po ti let e kia tha. Ti po na fol po. A e ke këshir tha ti gruën tënde? Se njerëzit nuk e kanë begale ata akuzon, ata bën iftira. Tha kanë gruën tënde. Hin thash shpiteme. Nëse e gjen gruën teme me nikimet hekt. Hin se je gruaja, hin çokxhere. Ata njerëz kishin harmonizuar mes fjalëve të veta dhe veprave të veta. Hin tha, këshira mundesh me gjetë dënja që unë ç'çash ka po të tham, nuk ka çashtu.
Andaj Aisha radhiyallahu anha çka thonte? Pejgamberi selam pak lipte pi njerëzve, shumë bante për veti. Njerëzve ju thonte falën e farzin edhe çat sunet si të muni. A për veti? Për veti? A e bante veç ata? Jo, thot Aisha, ju ajshin kam tu fal natën. Unë e falna shumë jo. Derisa kur ka ndash me emitu dhe sahabe, ka thonë edhe na të falna se jaj. Ka thonë jo, sa sti punë të juve jo. Mos u këshini mua. Mua dhe më ka po pejgamber, unë e falna shumë. S'ka lip, a na sa mona sot. Unë e rrim Facebook, falu vllati. Çka hibe mirë çka i të fol. Ti mu më kallzon pi Facebook çka më bë. Ti rri aty ta natën polemizon ban xhonet kota, më kallzon mu çon haki çon e vërteta. Nuk shkon kështu të ndëruar xhamat. Përmirësoj ju vet, mjafton një sjellje e mirë për 1000 ligjërata. Një sadaka që ja jap ti kushijës tanë, mjafton për 1000 ligjërata. Një sjellje që ti e ban ndaj dikujt si musliman, kur ti nuk vedh në pazar, kur ti je i ndershëm, kur ti je fjalë mirë, kur je sjellje mirë, karakter mirë. Hiç s'ka nevojë me fol, për na tut pa. Për na tut pa, s'ka nevojë me fol. Abdullah ibn Selami çka tha? Pasha Zotin se e kam pa më sa me kam ditë që pejgamber. Si e kam pa? Hiç s'ka dash me folë. Me kam pa që pejgamber. Edhe për plot për njerëzve, po s'ka nevojë me fol, valla, se po shihesh i keq. Fol sa dush mirë. Fol me ajete me hadithe, po shifet e tjetra. Lut në Allahin, Allahi më na i përmirësoj karakterat. Allahi më përmirësoj zemrat. Allahi më përmirësoj familjet, ama jo me ju bë njerëzve zullum, se Allahu ndëshkimin e bën to.